Përshëndetje, jemi këtu me Artur Sulejmani dhe Mathieu Serré. Nga Franca. De France. Napoleon, Bonaparte. French Revolution, etc. C'est loin derrière. Atëherë, këtu jemi për kitesurfing sot, në solo intervista për kitesurfing. Kitesurf, yes. Atëherë, kitesurfi, emri kitesurfit në Fier lidhet me Artur Sulejmanin, apo jo? Çfarë mund thot Arturi? Për moment, domethënë kitesurfi është nga sporti që nuk është e njihet shumë Fier, por mos thënë edhe në zonat përreth. Kemi mbi 15 vjet pothuajse që ushtrojmë të sportin në këtë vend kaq të mrekullueshëm si është Peshporua. Është nga vendet më perë, ka filluar me Darzezën. Janë shtuar shumë aktivitete aty siç e dini edhe qytetarët që ka pas sporte nga më të ndryshme të windsurf, garat me kuaj, paraglide që është ajo që fluturojnë me si balonat që ikin anë detit. Ka pasur kampingje, ka pasur kajak, ka pasur aktivitetet larmishme, domethënë ecje në pyll, hiking me bicikleta, ka pasur rafting, pothuajse nga gjitha llojet e sporteve dhe mendoj që është nga vendet më perl, një ndër perlat, se Shqipëria është perlë e gjitha, që frekuentohet pothuajse më shumë nga të huajt dhe më pak nga shqiptarët. E zgjodhëm si sport kitesurfing, gjithmonë ka pas pëlqyer që të bëjmë një sport që është i veçantë, që krijon emocion tek njerëzit, por normalisht ti kur bën një gjë të bukur dhe të veçantë, ka dhe ajo prurit e saj. Më pëlqen që njerëzit të ndihen mirë me natyrën, jo me jetën e rëndomë që bëhet e përditshme, domethënë me kosto, me rutinën, po. Me rutinën që ka dhe kosto, po që ka dhe dëm shëndetësor. E din pjesa më e madhe se çfarë është rutina e qytetit. Dhe kam vendosur që të promovoj fuqishëm, domethënë me sa ka mundësi, domethënë sportet e bukura që pothuajse nuk njihen fare në Shqipëri. Dhe një ndërtosh edhe sporti që shumica e njerëzve nuk e njohin si emër, si term kitesurf, po e njohin si sporti me balona. Është sport që kërkon goxha përqendrim, edukat, balans, disiplinë. Kërkon disiplina s'bëhet fjalë fare. Është sport që është sport ekstrem, është nga sportet mund të them më të vështirat, por është një nga që do të jesh më i kujdesshëm se ka të bëjë me errat e forta, ka të bëjë me dallgët e mëdha, ka të bëjë me momentin, me sekondin. Si çdo gjë tjetër në jetë kërkon domethënë rregullat e veta. Është sport i mahnitshëm, domethënë është shumë i bukur. Tash del do gjë kështu nga po themin e zakonshmja era këtu Peshpora. Peshpora është pothuajse një zonë që rrihet shumë nga era termike sepse është hapësirë e madhe. Edhe vinë era pothuajse nga ishujt e Sazanit dhe Karaborunit. Gjejnë hapësirë të madhe dhe kur parashikohet që s'ka erë fare, këtu ka era, pothuajse edhe si tip tornadosh mund t'i marrësh, jo më larg se para një jave kishte një erë të fortë, tornado ose ciklon, siç e thon. Dhe pati dëmë, domethënë materiale s'diskutohet, në që është i paparashikueshëm si vend, po gjithsesi për ata që i kanë qef, domethënë edhe të butën edhe të egrën, ata e shijojnë të dyja formatet, dhe një nga ata jam edhe unë që e pëlqej shumë domethënë këtë lloj formati. Kryesisht vin tuaj. Unë nuk mund të them që kryesisht vin tuaj këtu, totalisht vin tuaj. Të gjithë. Të gjithë tuaj. Unë vajta pothuajse për kohë gjatë që ushtroj këtë sport domethënë këtu dhe pothuajse vetëm të huaj vin, nuk shqiptar mund të ketë 1 ose 2 në 4 vjet ose në 5 vjet që është për wow, për të çuditur domethënë. Ti bën mirë që e bën të pyetje, se është edhe një lloj ftese që mund të bësh shqiptarën. Po patjetër. Të zgjedhin sporte që janë të veçanta, që janë nuk mund të themi luksoze, po janë sporte që ti ndihesh luksoz me këtë lloj sporti. Shumë sport i bukur, shumë i shëndetshëm, shumë klas. Shumë klas, shumë interesant. Pra ti nuk jetë tek turisti që shkon në një restorant, rri atje, bën plazhin, ti je tek ti sugjerosh turistit aksionin. Kjo është rutina faktikisht e shqiptarëve. Po tash që han, rinë shazone, flen, rinë çik plazh. Po gjithë secili bën zgjedhjen e vet, nuk mund të them që është e gabuar. Ai atë format ka zgjedhur. Të huajt i ke han pak, për mos thënë që sa fare. Shijojnë shumë natyrën, bëjnë ecje, kanë program, lexojnë libra, kanë program. Fal. A tes souhaits. Shëndet. Edhe bëjnë një rutinë domethënë që është shumë e shëndetshme të huajt. Preferojnë domethënë pyesin gjithmonë çfarë zonash janë që ne mund t'i vizitojmë ato, siç janë Lumi Vjosa, ose këto lagunat, ose disa lumenjë si Semani që kemi, ka disa Apolonia shumë vizitohet. Këta bën një program shumë të bukur dhe të shëndetshëm.
Dhe pse jo, që edhe shqiptarët kur është puna për të marrë diçka të mirë, pse mos ta marrin nga thuajt, mos marrin vetëm të këqijat. Tash me qenë se jemi te edukimi, te shqiptarët se pak a shumë thuhet kanë një lloj edukimi tjetër etj. Për sa i përket edukimit, mund të flasim pak për besimin, si mendon? Për besimin. Besimin në Zot. Besimi, po që ka mund të ketë. Unë kam mbi 30 vjet që normalisht më thënë falenderoj Zotin që ne ka dhënë gjithë këto gjëra pa kosto, siç është deti, toka, pyet, ajri, dielli, nata, dita, mendja, shëndeti. Të tëra këto janë luks i madh që ne i shijojmë për ditë, po shumë pak falenderojmë, por mos thënë që shumica fare. Unë e shikoj shumë të lidhur ngushtë, domethënë të qenit falënderues në atij që të ka krijuar dhe ka krijuar gjithë këto mrekullira. Nëse ne falenderojmë, normalisht që do ndihemi më mirë, do jemi më të shëndetshëm, do jemi më të mirë me të tjerët, por normalisht që një njeri që ditë falenderoj Zotin, është i mirë ditë falenderoj edhe njerëzit. Shkëputja nga Zoti i ka bërë njerëzit pak më të ashpër, më të vrazhd, më të papërgjegjshëm, se mendojnë që nuk kanë llogari për dhënë edhe bëjnë çfarë duan, domethënë mund shikojnë këtë duan, mund shajnë këtë duan, mund mbajnë gojë këtë duan, mund të prishin lekë sa të duan, domethënë si ta them në rrugë të këqija kështu. Njeriu pa limite, po. Njeriu pa limite se mendon se s'ka fund, po fakti që çdo njeri e ka të sigurt që do vdesë një ditë. Po, ajo është. E bën që ai duhet të reflektojë, nuk do të jetë indiferent. Gjatë kohës që është gjallë. Edhe pse e gënjen veten që i duket sikur do jetoj për jetë, po njeriu është me orë pune. Edhe këtë nuk e kundërshton asnjëri që jemi me orë pune. Jemi shumë, si u thon, si udhëtar në këtë botë. Ti si besimtar, çfarë këshilli do të jepi njerëzve? E the bukur këshill se ne nuk jemi për të urdhëruar, jemi thjesht për të treguar modelin ton dhe stilin ton. Unë të vetë jemi për shumë bëjë të stili jetë që kam, besoj. Njeriu në hak nuk i hyr, përpiqem të sillem mirë me njerëzit gjithmonë, se këtë ma ka mësuar kjo fet, më thënë që nëse ti i buzëqesh njerëzve, sillesh mirë, është si karma, i thonë ta që do të kthehet mbrapsht ajo mirësi që ti bën, edhe pse shumica thonë që ti bëj mirë sa duash ti prap keq të gjesh. Ja, është e gabuar kjo, se njeriu që bën mirë ushqen veten e vet dhe nuk ka pritshmëri nga të tjerët në kthim, po ka pritshmëri nga Zoti, prandaj këtu hyn dhe besimi që nëse ti ke pritshmëri nga Zoti, ti asnjëherë nuk do të jesh zgënjur, por nëse ti ke pritshmëri nga njerëzit, gjithmonë do zgënjesh. Se ti nuk ke për të kënaqur kurrë njerëzit, ama Zoti kënaqet, sikur thua edhe një herë falënderoj Zot për këtë shëndet që më ke dhënë, për këtë jetë që më ke dhënë, për këtë mirësi që më ke dhënë. Dhe janë të panumërta mirësi që na ka dhënë i Madhi Zot. Të panumërta. Unë mendoj që ke jetë shumë të bukur nëse je falënderues ndaj Zotit, nuk po them që ti je njëri që beson pa argumente, se këtu çdo gjë është argument. Këtu çdo gjë është argument. Ti dhe kërmillat që shikon këtu, do pyesësh kush e ka krijuar, se kanë një autor ato, s'kan pa autor. Lëre bimësia pastaj që janë me qindra mira që s'kujdeset njëri, po këto janë mirësi nga Zoti i lartë. Ha me pim pastaj nga të mira që na ka dhënë Zoti. Pa fund, i shijoj me gojën që po prapë na ka dhënë Zoti, nuk e di tani pse duhet përjashtuar. Vetëm gjë që duhet pranuar është Zoti dhe shumica e njerëzve pretendojnë se po e përjashtuan Zotin nga jeta e tyre do bëjnë jetë më të bukur. Nuk ka shans, nuk ma mbush dot mendin njeri që ka jetë të bukur pa punuar për shpirtin e tij. Barku është enë që mbushet kollaj, shpirti është enë që është e zbrazët dhe do të mbushet për ditë e për ditë e s'mbaron asnjëherë. Sado ti mund ta mbushësh barkun, do ta çosh destinacioni është nevojtorja, sa më shumë ti mbush shpirtin, destinacioni është qielli. Unë jam për gjëra që janë për lart, jo për poshtë. Atëre, si fillon dita e një kitesurfi? Që nga përgatitja deri tek finalizimi atje. Te mos i bjem gjatë nëse ti bën çik kështu të gjata emisionet, po do t'i shkurtosh edhe. Po. Është dita e kitesurfit është e para punës njëherë që kur të fillon të tunden disa degë që lëvizin, fillon të ndihesh ti të dritet zemra bie zilja. Fillon shikon ato parashikimet e kohës. Këtu është një vend që nuk mund ta parashikosh dot se ka erëra termike quhen që pothuajse ka erë për ditë. Edhe shijon pasaj me shoqërimi, me miq, me njerëz nga gjithë bota, njëri di më shumë, njëri më pak, shkëmben eksperiencat. Po sot kemi edhe të rinj dhe të reja nga shkollat që do t'i marri turi, do t'i marrësh, do t'i kapësh gjatë aksionit që ne mësojmë atyre këtë lloj sporti dhe përpiqemi ta promovojmë këtë lloj sporti. Edhe këtu, po. Edhe tek të rinj shqiptar dhe pse jo në të ardhmen ata mund të bëhen edhe njerëz që kanë shumë pasion për të sport, mund të bëhen emra në botën e kitesurfit.
Hajde bëjmë.